Ju lutem ulleni zëni vendet që të vazhdojmë me punë. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, ftoj kryesuesin e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve, deputetin Adnan Rustemi, që ta paraqes raportin e Komisionit. Faleminderit kryesues, bashkëkryesuese, të nderuar kolegë deputet, mysafirë, të dashur qytetarë. Komisioni i Përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve i Kuvendit të Republikës Kosovës i themeluar me vendim të Kuvendit të Republikës Kosovës me 06/08/2026 në bazë të nenit 9 paragrafi 4 të rregullorisë së Kuvendit, seancës i paraqet këtë raport. Në mbështetje të nenit 9.5 të rregullorisë së Kuvendit, Komisioni i Përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve në mbledhjen e mbajtur me 06/08/2026 e shqyrtoi dokumentacionin përkatës zgjatëdor si vjen. Vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve numër 091433/2026 të datës 08/07/2026 për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës Kosovës të mbajtura me 7 qershor 2026 së bashku me listën përfundimtare të deputetëve të certifikuar. Komisioni në bazë të shqyrtimit të dokumentacionit të cekur më lart konstaton: në legislaturën e 11 të Kuvendit të Republikës Kosovës janë certifikuar 120 deputet nga subjektet politike dhe koalicionet që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës Kosovës të mbajtura me 7 qershor 2026 si vjen. Lëvizja Vetëvendosje 53 deputet, Partia Demokratike e Kosovës 22 deputet, Lidhja Demokratike e Kosovës 18 deputet, SL 9 deputet, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 7 deputet, KDTP 2 deputet, SPO 1 deputet, Koalicioni Vakat 1 deputet, IRDK 1 deputet, NDS 1 deputet, SDU 1 deputet, PSA 1 deputet, PLE 1 deputet, JGR 1 deputet dhe PRBK 1 deputet. Komisioni ka konstatuar vlefshmërinë e mandateve të deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës sipas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve numër 091433/2026 datë 08/07/2026 për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës Kosovës të mbajtura me 7 qershor 2026 së bashku me listën përfundimtare të deputetëve. Në seancë konstitutive janë të pranishëm 120 deputet. Andaj Komisioni mbështetur në dokumentacionin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës Kosovës të mbajtura me 7 qershor 2026 së bashku me listën përfundimtare të deputetëve, i rekomandon seancës konstitutive që t'i vazhdoj punimet sipas agjendës së paraparë me rregulloren e Kuvendit. Ju faleminderit. Faleminderit. Ju lutem që të votojmë të gjithë për praninë në seancë. Pranishëm janë 119 deputet, një mungon. Lusë Regjin dhe deputetët të përgatiten për votimin e raportit të Komisionit të Përkohshëm. Votojmë tash. Të shohim se janë për. Kundër. Sa abstenojnë.
120 deputet kanë votuar për, nuk ka kundër, nuk ka abstenim. Konstatoj se Kuvendi miratoi raportin e Komisionit të përkohshëm për verifikimin e quorumit dhe të mandateve të deputetëve të legjislaturës së 11. Vazhdojmë me pikën e dytë, betimi i deputetëve. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, ju njoftoj se betimi solem i deputetëve është një detyrim i përcaktuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe me rregullorën e Kuvendit. Tekstin e deklaratës solemne të betimit e ka secili deputet para vetes dhe ajo duhet të nënshkruhet personalisht nga secili deputet. Për përmbushjen e këtij detyrimi, lus deputetët që të ngrihen në këmbë, ta dëgjojnë tekstin e betimit që do ta lexoj unë dhe në fund të gjithë së bashku ta shqiptojnë fjalën betohem. Unë, deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, betohem se me nder e me përkushtim do ta kryej detyrën time dhe do ta përfaqësoj me dinjitet popullin. Do të punoj në interes të Kosovës dhe të gjithë shtetësve të saj. Do të angazhohem për mbrojtjen dhe për respektimin e kushtetueshmërisë dhe të ligjshmërisë, për mbrojtjen e sovranitetit, tërësisë territoriale dhe të integritetit institucional të Kosovës, për garantimin e lirive dhe të drejtave të njeriut në përputhje me ligjet e vendit. Betohem. Lus deputetët që personalisht të nënshkruajnë tekstin e deklaratës së betimit dhe t'ia dorëzojnë shërbimit të deputetëve. Deputeti që mungon në seancën konstitutive, kur bëhet betimin e bën në seancën e parë të rregullt të radhës. Nëse deputeti ka pamundësi objektive për ta bërë betimin edhe në seancën e parë të rregullt të radhës, duhet ta njoftojë me shkrim kryetarin e Kuvendit, lidhur me shkaqet që justifikojnë mungesën e tij dhe betimin e bën pas kalimit të rrethanave të tilla, por jo më vonë se në seancën e tretë të rregullt të radhës. Vazhdojmë me pikën e tretë, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, mbështetur në nenin 67, paragrafi 2 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenin 11 të rregullorës së Kuvendit dhe në gjykimin e gjykatës kushtetuese rastet numër ko 193 sy për 25 dhe ko 196 sy për 25, datë 18 gusht 2025, kryetarja apo kryetari i Kuvendit propozohet nga subjekti më i madh parlamentar, i cili apo e cila zgjedhet përmes votimit të hapur, votim i cili mund të realizohet vetëm deri në 3 herë për kandidatin apo kandidaten e njëjtë. Andaj, në bazë të nenit 67, paragrafit 2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe në gjykimin e gjykatës kushtetuese, subjekti parlamentar me numrin më të madh të deputetëve i dal nga zgjedhjet e mbajtura më 7 qershor 2026 është lëvizja vetëvendosje që ka të drejtën për ta propozuar kandidatin për kryetar të Kuvendit. Ju njoftoj se kryetari i Kuvendit zgjidhet me shumicën e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit, së paku 61 vota për. Ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje, kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotin Albin Kurti, që ta propozoj kandidatin për kryetare apo kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ju lutem.
I nderuari kryesuesi i seancës konstituive, zotëria Avni Dehari, e nderuara zëvendës kryesuese e seancës konstituive, zonja Fatma Thaçi, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të nderuar ambasador dhe diplomat të tjerë të akredituar në vendin tonë, të nderuar gazetar, të dashur qytetar, zonja dhe zotëri, urime të gjithëve zgjedhja deputet nga zgjedhjet parlamentare të parakoshme të 7 qershorit, të tretat për brenda 16 muajve, urime detyra e përfaqësuesve të popullit dhe ligjvënësit demokratik pas betimit të cilin përsa e bëm bashkarisht. Ju dëshiroj punë të mbarë dhe suksese në legjislaturën e 11. Me njëherë pas certifikimit të rezultateve, ne filluam takimet për konstituimin e institucioneve, e falenderoj kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotëri Bedri Hamzën për takimin, e falenderoj kryetarin e Lidhës Demokratike të Kosovës, zotëri Lumir Abdigjikun për takimet. Ato bisedime u pezulluan për shkak të zhvillimeve të brendshme në LDK, rifillimi i bisedimeve u bë vetëm në këtë javë. Ne duam bisedime edhe me PDK, edhe me AK-n, se refuzimi i tyre është i qartë. Zgjedhjet e 7 qershorit na u shkaktuan sepse në prill nuk u zgjodh presidenti. Ne duam të ecim përpara bashkarisht. Por në duhet dakordimi sa më i gjerë për presidentin unifikues, ashtu si që kërkon kushtetutshmëria për të cilën u betuam sot. Konstituimi kësaj radhe nuk bën të jetë sërish drejt edhe një shpërndarje të kuvendit dhe përsëri zgjedhjeve të parakoshme, të paarsyeshme, të panevojshme për qytetarët e të dëmshme për ekonominë. Andaj, i nderuari kryesues, zotëria Avni Dehari, kërkojmë kohë shtesë që të japim shans bisedimeve politike për marrëveshje për president a presidente të re. Ju faleminderit. Ju faleminderit, me që nuk kemi emër nga subjekti më i madh, atëherë obligohem që të ndërpres seancën. Për vazhdimin e seancës do të njoftoheni me kohë.